Sfidat e etikës shëndetësore po shtohen çdo ditë. Sidomos në një kohë kur inteligjenca artificiale po hyn fuqishëm në sistemet shëndetësore dhe po ndryshon mënyrën se si diagnostifikojmë, trajtojmë dhe kujdesemi për pacientët. Pikërisht për këto dilema edhe për nevojën e ruajtjes së vlerave humane në epokën e teknologjisë avancuar, kemi sot në studio edhe profesorin dhe ish rektorin e Universitetit Nën Tereza, profesor Dr. Aziz Pollozhanin, i cili do na tregon për botimet e reja shkencore që pikërisht e trajtojnë këtë temë. Përshëndetje dhe fillimisht kënaqësi ju kemi në studio. Përshëndetje ju gjithëve. Promovuat edhe dy botimet e fundit të reja shkencore nga ju, të cilat kanë të bëjnë pikërisht me inteligjencën artificiale dhe etikën. Na thoni se çfarë ju nxiti? Libri para gjithash është i dedikohet, domethënë përgjithësi materiet vete ka etikën përgjithësi, edhe ajo çka është më aktuale janë sfidat e reja në etikën shëndetësore, sepse etika është degë e filozofisë dhe ajo ekziston mjekësore, sidomos, që në kohën e Hipokratit, sepse betimi i Hipokratit faktikisht i ka vu themelet e etikës shëndetësore, sjelljes të mjekut, sjelljes mjekut me kolegët, me pacientët e tjerë, dhe ka, si thush, ka afirmu dy parimet që edhe sot ekzistojnë pra, kryesore të mjekësisë, që janë e para është që mos me damtu, dhe e dyta është të jetë në funksion të mirës të pacientit, pra me i bo mirë pacientit, kur mos me hunis dhe më thonë për të kundërtën. Mirë po me kohë, edhe në kulturat të ndryshme, në vendet të ndryshme, sepse s'ka një rregull për gjithë, edhe për gjithë kohrat. Ata zhvillohen varësisht për rrethanave, varësisht për kulturave tradicionale që i kanë, varësisht për nevojave që koha imponon, dhe ata janë zhvilluar me kohë, edhe janë pasuruar, dhe më thonë, duke pas tani, faktikisht katër parime kryesore etike, përveçtin e dyve që i kalën Hipokrati, të cilët u pasuruan me kohën, qysh pasuroheshte edhe civilizimi, qysh esër para e civilizimi. Pra e treta përveçtin e dyjave është autonomia e pacientit, e cilë faktikisht lindi me të drejtat e njeriut, u bë dhe drejtat e njeriut, pra që pacientit të di për smundjen e vet, të di se si mjekohet, të ketë drejtën të informohet, pra informimi, domethënë, i pacientit, domethënë, se pëlqimi për ato se çka duhet të bëjmë, pra faktikisht është si parimi i tretë, që është domethënë nivel përgjithshëm botnor, dhe i katërti është drejtësia, e cila nënkupton më shumë obligime jo vetëm mjekut, por edhe aty që bëjmë politikat shëndetësore, sepse drejtësia nënkupton të ofrosh me ndëshkërbimi shëndetësor u takon të gjithëve dhe duhet të jepet gjithë në mënyrë të barabartë. Mirë për me realizu këtë punë, shoqënia duhet kujdeset që në çdo vend dhe në çdo rrethan faktikisht duhet shpërndaj resurset humane, resurset infrastrukturore, teknologjinë në mënyrë të barabartë që të ketë mundësia jo mandej me u shërbyer gjithëve njësoj. Dhe kjo është sfidë gjithsesi e përhershme dhe që mbetet akoma. Mirë po, në ndërkohë me modernitetin, me transformimet e mëdha shoqërore, faktikisht, sidomos për përparimin e teknologjisë, faktikisht lindin edhe sfida tjera, të cilat e vënë edhe etikën shëndetësore para përgjithësive për të gjetë, domethënë, ose për të mbetë si udhëzuese e sjelljes, domethënë, të mjekëve, të punëtorëve shëndetësor në përgjithësi, se nuk janë vetëm mjekë punëtorë shëndetësor, po, në mënyrë që të respektohen këta parime, që mos cënohet pra drejta e pacientit, që mos si të dëmtohet me ndonjë veprim i cili teknologjikisht është i mundur, mund të realizohet, mi po jo çdo gjë ka një parim në etik, jo çdo që mundet edhe duhet ta bësh. Duhet që mundet, po patjetër duhet ta bëj. Sepse duhet faktikisht bëhet ajo që është e dobishme për pacientin, jo çdo gjë që mundson. Dhe edhe këta sfidat janë si thuhesh edhe në libër, janë elaboruar për shkak prekje transplantimi organeve, prekje fertiliteti artificial, prekje mëmësia surrogate, për shembull, kur tani kanë lind këta format e tjera, të cilat kjo filozofia liberale e ka forcuar individin në llogaritë të komunitetit në një farë mënyrë, dhe si thuhesh, kjo situatë ka imponuar zgjidhje të cilat jo gjithmonë janë të pranueshme për etikën tradicionale dhe sidomos për komunitetet që kanë një kulturë të tillë. Dhe kjo e pasuron gjithsesi edhe atë kontekstin e etikës,
Dhe kjo më e fundit që është edhe që në një farë mënyrë unë jam munduar edhe nëpërmjet librit, po edhe ja kështu nëpërmjet të takimeve me studentë, ajo që është sfidë tani jo vetëm për mjekësinë dhe jo vetëm për etikën, por për gjithë zhvillimin dhe traditën zhvillimore civilizuese që kemi deri tani. Dhe ajo është inteligjenca artificiale. Sepse çka është inteligjenca artificiale shumë thjesht mund shpjegohet, pra tani kur makina në bazë të algoritmit mendon vetë njeriu. Fillon ai bën analiza, ai bën si thua krahasime, ai mund bie edhe të ofrojë disa zgjidhje, por nuk mund të gjykon, nuk mund të vendos faktikisht se çka duhet bërë. Të jep mendime, po jo... Sepse sidomos në shëndetësi, pra në mjekësi, nëse algoritmi bëhet mbi bazë të fakteve, mbi bazë të numrave, mbi bazë të asaj që algoritmi e gjen në literaturë ose diku, faktikisht ku janë punime shkencore e tjerë, njeriu është më shumë se numër, më shumë se ai që mund të shifet në letër, pra, është një individ i cili ka ndjenja, i cili ka vlera të tjera, i cili ka tradita të ndryshme, dhe për këtë punë faktikisht në shëndetësi është përdorimi i inteligjencës artificiale është i dobishëm gjithsesi. Po, a ka edhe rrezik? Mund të përdoret për me avansu disa shërbime, për me su cilësinë e diagnostifikimit, edhe për me dhënë opsione më të mundshme, për me pasunu mjekun, me më shumë mundësi, por megjithatë mjeku duhet bie vendim se cilën mundësi edhe gjykim ta përdorë. Do të thonë nuk mund ta zëvendësoj në të ardhmen një sistem inteligjent gjykimin e përfundimtar të mjekut. Me siguri që inteligjenca artificiale është një trend tani që është i paevitueshëm. Dhe si thash është pjesë e shumë industrive, sidomos e zhvillimit teknologjik dhe në çdo sferë. Por në shëndetësi, ajo gjithsesi do të jetë një ndihmes e mirë, edhe për mjekët, edhe për shëndetësinë, por nuk duhet ta zavendësoj mjekun, edhe nuk do ta zavendësoj mjekun, sepse ajo që karakterizon njeriu është ndërgjegja dhe vetdia, nevoja për si thuaç, për bashkëngjërsi, që thuan për të ndarë vujtjen, për të dhënë ndihmë, ajo që ne i themi tash empati, edhe për të komunikuar me ta në raste të rënda. Në raste të veçanta, njerëzit kanë variacione ndryshme nga smundja që përjetojnë edhe mbi bazë, edhe nëse nuk janë, domethënë psikikisht janë stabile, po smundja si rrezik për jetën, edhe mund ta debalansojë njeriu edhe nga aspekti psikik, i cili do një qasje, një komunikim me mjekun për ta tejkaluar këtë salami që makina s'mundet me ia dhënë faktikisht. Edhe këta sfida faktikisht reja që janë dashur edhe për gjithë civilizimin, janë çështje që do të trajtohen, që do të sigurisht levrohen edhe më shumë, do të gjenden edhe metoda dhe forma tjera, por gjithsesi, si thuaç, jo që vetëm mjekësia është ajo që këtë që e tham, por ka edhe punime filozofike faktikisht të filozofëve, siç është Hannah Arendt, siç është Foucault e të tjera që kanë analizuar dijen dhe pushtetin, fuqinë e pushtetit dhe fuqinë e dijes në një farë mënyrë, dhe ata e vlerësojnë si shumë, si thuaç, kritike dhe të rrezikshme, nëse i lihet vetëm makinat mendoj, kupton, dhe se me këtë rast pushon nevoja për të menduar njeriu. E vërtet. Edhe kur pushon nevoja për të menduar njeriu, atëherë na bën për tac, mirë thatë ju, atëherë ekziston rreziku që shoqëria të rrshqasë në totalitarizëm. Kështu edhe analizon Hannah Arendtin që në vitet 60-50, kur e ka konstatuar faktikisht se burimet e totalitarizmit, ka dhe një libër ajo, është pra ndalimi i të menduarit kritik, sepse për me çuar demokracinë përpara, për me çuar shoqërinë përpara, ajo nuk mund të zhvillohet pa mendim kritik. Edhe mendim kritik nuk ka, kur atë që ti duhet mendojsh, t'japish mendimin bile edhe normal, jo kritik, pra të komunikosh, ato e bën makina, edhe ti faktikisht pushon nevoja për me mendu të kundërtën, sepse e merr makinën si diçka që ajo ka thënë, po. Edhe ajo, domethënë, më para ishte në komunizëm, që ishte totalitarizëm, njerëzit këtë veti ja parashkruajnë sistemit. Për çdo gjë që bënin, kanë thënë ata lartë, është e atyre, kupton? Edhe këta veç ishin makina për realizim. Dhe këtë Hannah Arendt e ka kap të
të një rast për shembull ku e definon si banaliteti i skeqes, në librin tjetër pra që është bërë edhe film, besoj që e keni pa, që quhet Gjykimi në Jerusalem ose kur gjykohet Ajtmani. Ajtmani është komandanti i Auschwitzit, i cili ka vrarë milion njerëz aty në si kampi për qëndrimit më i famshëm edhe më numerikisht që ka kaluar edhe fantazinë e njeriu për atë kohë që ka qenë. Dhe atë kur e pyesin, e kjo merr pjesë në gjykim edhe vetë filozofia pra, kur e pyesin pse i ke vrarë ka shumë njerëz, kupton po? Ai vetë thotë kanë vrarë se kanë pas urdhën, e di? Nuk e din as vetë. Edhe kjo është banaliteti i të keqes sepse ti gjithë ata krime i ke bë. Po nuk e din për çfarë. Dhe nuk ke menduar as pak, nuk e ke shtit trunin në funksion, thatë mendosh në një mendim kritik që urdhave të tilla që janë aq makabre, aq mizore, kupton? Ti po të kesh mendim kritik edhe nuk u nështrohesh, sepse domethënë ai krim i madh nuk mund të arsyetohet se megjithatë përgjegjësia është individuale, nuk është gjithmonë kolektive. Mos e vërtet. Nuk mundesh ti me arsyetu atë krim të madh vetëm duke thënë edhe me i la durt kam pas urdhën. Dhe kjo ishte arsyeja që unë edhe e lidha, meqenëse ajo libër që ka dalë vitet 50-60, kur edhe unë kam qenë në jashtë diku edhe më ka rënë dorë libri, e kam lexuar më moti, edhe fillova ta krahasoj, domethënë çka mund të bëjë sot me inteligjencë artificiale në relacion edhe me thonjet edhe Habermas, në thonjen e Foucault, këti Hannah Arendt, të cilët në vërtet gjithmonë e kanë analizuar rrezikun nga tjetërsimi, alienimi, domethënë i pushtetit, domethënë duke zhvendos ato nga njerëzit që kanë përgjegjësi dhe i përgjigjen aty në që i zgjedhin pra, e zhvendos domethënë përgjegjësinë te makina. Dikun tjetër. Kjo te mjekët, sidomos te mjekësia domethënë në përgjithësi, është edhe më delikate sepse gjithmonë kur edhe mjeku mund të gabojë, edhe sepse mendoj lëshimet sidomos në mjekësi. Mendoj se mjekësi një detaj i vogël, i cili nuk i është dhënë saktësisht mjekut, mund të ndronë tërë diagnozën. Edhe faktikisht ka ndodhur. Atëherë kur cilët ta mbajmë në përgjegjës, që se ai i damtuari ka të drejtë kërkojë mandej të drejtën e vet. Edhe mjeku ka mundësi të përgjigjet gjithmonë inteligjenca artificiale e tha. Dhe në një mënyrë kjo krijon një asociacion, një asocim në fakt me atë që është sistemi i asaj kohe që i ka imponuar njerëzit të bëjnë dame, dashur edhe në komunizëm, kur për shembull kur është gjykuar në emër të popullit gjithmonë, po njerëzit kanë shkuar në burgje edhe për çështje të cilat faktikisht nuk e kanë vërtetuar, domethënë fajsinë, por gjithmonë e ka vërtetuar mbrojtjen e sistemit dhe ai sistem është mbrojtur duke i dënuar njerëzit që kanë qenë kundër tij. Edhe gjykatësi e ka thënë, unë e kryj punën, makar prokurori, sepse kështu janë ligjet, kupton? Pra sistemi i ka fajt. E në këtë rast mjeku ka të drejtë ose mund të thirrë, thotë, unë e bëna kështu, mund të ke bën gabim, po kështu më tha mu inteligjenca. Pra ajo duhet gjithmonë mund të përdoret, po gjithmonë duhet ketë kujdes që të mos merret si bazë. Jo bazë mund merret, po si absolute. Si absolute, por duhet vetë pikë pyetje, duhet krahasohet, mund t'i bësh edhe pyetje ti mund të bësh në pyetje asaj që ti nxjerrish. Unë bile bëra një test, u thash dhe edhe studentëve, pra thënat e Hannah Arendtit e filozofëve të tjerë, i shtiva dhe i vuna në krahasim me të sotmen, edhe i thash me jep literaturë, se të pyesin ata një literaturë, edhe kur del literatura, faktikisht del inteligjenca artificiale, duke të citu filozofët që kanë thonë këtë para 50 vjetëve ta zonë për shkak, që nuk është e saktë, sepse ata atëherë kanë folur për makinën, e cila bazën e kanë pas makina e Turingut që quhen, që britanezët e kanë zbuluar për të zbuluar në ndërset gjermane në atë kohë, dhe nuk ka pas atëherë në këtë dimension inteligjencës artificiale, por ka qenë fuqia e pushtetit alienuar. Me diçka tjetër e kanë krahasuar. E këtë është të jep ti të dhënat sikur janë të sot sikur i kanë dhënë ata, sepse ajo merr të dhënat nga algoritmet, kupton? E vërtet. I kombinon, i shtron aty si të fakte, edhe ti nëse si bën hulumtimin, që nuk dyshon në ato. Nëse nuk din se si t'ja bësh pyetjet, po. Mundesh me ra edhe para auditorit që është rak, sepse të përmendish ti një, si thua, ta lidhësh një fenomen të sotshëm
Me diçka para 60 vite. Me diçka para asaj, po, dhe pa asnjë vërsim kritik, është edhe një spekulim, është edhe është e dëmshme, sepse njëri nuk është e saktë. Po. Pra, edhe konkluza është për shembull që edhe ka një fjalë thotë që nuk është si thuash maqina ajo që gabon, për mënyra se si e përdorin ata që e përdorin. Edhe unë isha ta krahasoj edhe ma kështu, ma praktik, i thëmë si punë e maqinës kër e nganë. Kër maqina ti e vozitëse... Ajo e jeta maqinës, po. Unë e ti mundemi t'i bëjmë nga edhe bën ndeshje, po, edhe mandej ti s'mundesh me dënu maqinën. Po gabimi ati që e ka vozit maqinën. Edhe në këtë rast, pra, nuk është fajtore për çdo gjë inteligjenca artificiale, po është ne si e përdorim ato, a krijojmë një huri edhe ajo njerëzit të trajnuar, sidomos studentët që të gjejnë lëshimet, si thuhet, kombinimet e jetë sakta të algoritmit që mund ndodhin si maqinë ndodh, dhe kadal dhe të hymë në një fazë ku me të vërtet ajo të bëhet të dobishme, por vetëm për ta lehtësuar ndoshta punën, jo ta zaventësoj njeriu. Jo ta zaventson. Dhe sidomos në shëndetësi, jo. Sepse në shëndetësi ti ke punë me njeriu, edhe njeriu është më shumë se shifra, më shumë se dhëna, më shumë se oportunitet, ose ata të japin mundësi. Mund të jetë kjo, mund të jetë kjo, mund të jetë kjo. Disa mundësi, po. Disa mundësi, dhe njeriu ne kemi vetëm një jetë. Njeriu është ai që e zgjedh, dhe njeriu është ai që është përgjegjës mandej. Për veten. Do ta mbaj përgjegjësinë, se kjo është esenca faktikisht edhe e raportit mjek, pacient edhe smundje, që të krijohet, të mbeset ajo e thënia kineze, që thuan që në smundje ka 3 faktorë. Është smundja, mjeku edhe pacienti. Edhe të thuan, nëse mjeku me të smurin kam besueshmëri, bëhen miq, e fitojnë smundjen, më së vërtet. Kurse pacienti, nëse e hub besimin te mjeku, dhe bëhet faktisht shok me smundjen. Dhe në këtë rast, edhe me maqinën, faktisht, atërës edhe mjeku pak ka hapësirë për me përdor atë karizmën e vetë, që ja ka dhënë profesioni, për me vënë funksion të motivimit, të ati që e ka up shpresën, të ati që e shef zi për para, se frigohet njeriu kur ka rrezik për jetë, smundja rrezikon jetën një familje. Pra e hub moralin dhe smundja e tij përkeçohet. Smundja përfiton në këtë situatë. Ndodhe kundërta e qëllimit që ka shkuar te mjeku, pra në vend që të marrë, si thuash, të mbarët, ta qëjmë kështu, edhe të fuqizohet, sepse bie edhe imuniteti, në depresione, në marrësi, edhe imuniteti pëson në një familje, dhe atërës mjeku, edhe nëse nuk është maqinë, e ka vështirë të ndihmoj aq sa dëshiron. Kur jemi edhe të damet, një nga problemet kryesore janë edhe të dhënat personale të pacientëve. Sa rrezikohen tani nga? Një nga arsyet edhe si thuash negativitetet, do të thonë, e kësaj teknologjie, pra, sidomos inteligjencës artificiale, është sa është edhe shoqëria e përgatitur për me i dhënë këta dhëna, ose për me këtë, sa është e përgatitur që ata mos keq përdoren. Një nga elementet faktikisht që përmendet në këtë aspekt, janë mund këtë që thoni ju. Pra, rreziku i përdorimit të dhënave, ose i keq përdorimit të dhënave dhe bërjen e tyre publike, ekziston. Sigurisht që ekziston, dhe prandaj, për mos me ndodh kjo, edhe sistemi duhet të jetë i përgatitur në atë nivel, me atë që quhet krimin kibernetik, që quhet cybercrime, faktikisht duhet të jetë në atë nivel e përgatitur që t'i pamundson këta që njeriu mos ta humbë veç besimin te mjeku, po duhet ta ketë besimin te shoqëria, se shoqëria duhet të jetë që emëron qytetarin. Kjo është ai ekuilibri që e përmendet edhe në... Edhe është sistemi. Faktikisht që është sistemi që është në funksion të mbrojtjes të nus produkteve, ose si thosh efekteve negative, që kjo teknologji, përveç atyre pozitive, mund t'i ofron nëse sistemi është i dopt. Pra ne jemi në fazë të konsolidimit të vetdia, domethënë, për këta rreziqe ekziston. Edhe po bëhet objekt i konferencave, objekt i edukatës, edukata mediatike sidomos, sepse inteligjenca artificiale tani siç e shihni është ajo që bën damin më të madh edhe në politikë, edhe në shoqëri. Duke emitu lajme të rreme, duke emitu
Dhe askush nuk merr përgjegjësi. Filme, edhe raporte, edhe lëvizje, ta zonë për shembull dy njerëz që urren, ajo ta qet duke u përqaf ose duke asi, po edhe krijohet përshtypje të rreshme që i damtojnë edhe proceset edhe shoqërore edhe politike, dhe mendoj që kjo është më, si thuhesh, mesazh i mjaftueshëm për gjithë shoqëritë që në një farë mënyrë të bëjnë çdo gjë që është e mundur që këto efekte, efekte negative të ulen në minimum, dhe shoqëria jonë që është tash globalizimi nuk ka shoqëri më që nëpërmjet teknologjisë informatike që nuk është e lëndueshme. Nuk është e lëndueshme në këtë sferë. Pra, unë mendoj edhe shteti jonë këtu, po edhe rrethi, jonë të punu në këtë drejtim, por sido që tjetë duhet një kujdes në përdorjen e saj, edhe në ato që ka plasohet në mjetet e informimit, në sidomos në këta sociale që janë, sepse çdo kush edhe mund ta kesh përdor. Tani ju e dini që dje për shembull, tash është lufta kryesisht se teknologjia mendoj që inteligjenca artificiale merret si kulmi i zhvillimit teknologjik. Ku të garat janë mes Kinës dhe Amerikës, dhe tani Evropa është ajo që i ka rregullat e veta mbi principet e asaj që është ndërtuar, që është ndërtuar, domethënë komunikim, liri, transparencë, edhe demokraci në përgjithësi, po, edhe tani lufta bëhet se ja dje për shembull presidenti Trump e ka nënshkruajtur një dokument i cili ndalon kufizimin ose shtetet që ta kufizojnë, domethënë qasjen në teknologjinë artificiale, siç është, i vënë në një grup faktikisht, si thuhesh, që ajo cilëson kështu gjithmonë e thotë e cënon interesin amerikan në një farë mënyrë, që e bën pretekst për me arsyetuar veprimin, sepse thotë ai një fitues sot ka me pas në këtë bashkë edhe mëngjes në CNN në gjon për shoh, ka me pas në këtë luftë. Ja Kina, ja Amerika. Dhe kjo faktikisht kretë problemi është, domethënë, se Evropa është në sprov se a do t'i kultivoj dhe t'i avansoj kriteret e veta mbi cilët është ndërtuar, që janë humanistike më shumë, që janë faktikisht liberale, kryesisht, dhe a do t'i rishikojë disa aspekte ta zonë për shembull të kësaj si thuhesh politike liberale që bazohet jashtë traditave kryesisht fetare, që ka qenë tradita e kalume, mbi atë që quhet traditë humaniste tashti, që ka lindur ta zonë për shembull me pluralizëm, me sekularizëm, me shumë elemente të tjera të shoqërisë moderne, dhe të ta vejë një sprov Evropën, e cila edhe ashtu është në një farë mënyrë e atakume, ose nuk mos thonë atakume, po e ka më në vetvete si problem. E ky është diversiteti kulturor, i cili faktikisht imponon vlerat të ndryshme në një ambient ku vlerat morale, që janë vlera individuale ose grupore të një grupi, dhe të vjen ndesh me vlerat etike që janë norma të cilat janë të shkruara në deklarata, në konventa në ndryshme, të cilat mandej bëhen vlerat përgjithshme të kontinentit. Dhe kjo është, besoj, një sfidë e re, edhe mendoj që është fillimi i një epoke të re. A është ky paralajmërimi më i madh që duhet ta kemi parasysh për vitet në vijim që duhet ta kemi? Mendoj që atë që e thash fjalën e fundit, që jemi para një epoke të re, ta quajmë kështu, të zhvillimit civilizues, po, ku shumë vlera në një farë mënyrë u kompromitun në 70-80 vjetorin e fundit, në atë që quhet preformimit të zonë të shembull të institucionit kryesor që ishte përgjegjës për mbajtjen e paqes në botë, që ishte Kombet e Bashkuara. Pra me disa aktivitete në botë, siç është edhe lufta në Ukrainë, pra lufti, si të sulmimi i një shtetit pa një arsye të veçantë për shembull për të bërë një gjë të tillë. Ajo që ndodhi me krimet në Gazë, pra ku faktikisht moralisht u kompromitua edhe vlerat humaniste të shoqërisë, dhe tani kemi më siç e shihni jo në shoqërinë botërore, po edhe te vetë izraelitët një pjesë e madhe është ajo që distancohet edhe nga vetë veprimet e kombit vet në një farë mënyrë. Por kjo nga ana tjetër, ky kompromitim është indikator i një përfundimi për mua të një faze civilizimit i cili do zgjidhje tjera, të cilat do të jenë më të drejta në kuptimin e shpërndarjes më të drejtë të mirave. Po, të mirave në botë, për të kënaqë
atë që quhet botë multipolare tani, po që nuk është më as monopolare, bipolare, edhe të krijojë një sistem të ri të vlerave që duhet me siguri të rishikohet edhe si thosh kufit, limitet e asaj që quhet liberalizëm humanist në një farë mënyrë, e cila ka qenë një ekstrem tjetër. Për shembull, ju e keni një formulim që quhet LGBTQ+. Po. Edhe që unë ne e dim se çka është ajo, por enigma është çka o ky plusi. Po, çka o ky plusi, po. Edhe duke u lëmtuar them që domethënë çdo ide tjetër që një individi apo një shoqënie apo një grup i njerëzish mund të shtohet pa më parasysh se ajo është absurde, se ajo është domethënë në kontradiksion me bazën, pra faktikisht është pjesë e asaj dhe shoqënia duhet të sigurojë të drejtat, jo vetëm ta pranon, por edhe të drejtat që asaj mund t'i dalin edhe më vonë, si një element i një humanizmi liberal, ta quajmë kështu, në baza sekulare që është ndërtu, dhe që shqetëson shumë njerëz. Shqetëson shumë njerëz sepse cenon familjen, cenon atë që është themeli i shoqënisë. Dhe te ne si shqiptar, institucionin më të rëndësishëm, po më parasysh se cilën grup religjioz i takojmë, po. Religionet në këtë pikpamje janë gjitha të njëjta, sepse familjen e quajnë si bazë shoqënisë, edhe ajo ka hyrë edhe në kuptimin ti e ke edhe veprën e Engelsit, për shembull, që e marrin një nga themeluesit e marksizmit. Libri i tij më i mirë është Origjina e familjes, pronës dhe shtetit, në një farë mënyrë ku edhe ai niset nga familja në një farë mënyrë. Pra, edhe këtë këta sende mendoj që do të jenë punë e madhe për filozofët dhe sociologët, por edhe gjithë shoqërinë tash edhe ajo si thuaç kontingjenti tekniko-teknologjik i kësaj që për të përshtat në shkencën teknologjike me jetën sociale ose me të mirën, se etika është për të nda të mirën nga e keqja, për të nda të dobishmen dhe të padobishmen. E këtu ka aq një pe shumë i holl, prandaj në ta sfidat e reja që kam thënë, se etikën mjekësore është mjek e din, por ka sfidat e reja se ku do të tërhiqet ku do të jetë kjo vija që ta ndajë të dobishmen dhe të padobishmen. Edhe kjo faktikisht do të jetë një kontekst i ri i asaj që ne quajmë, domethënë epoka e re, e cila shpresoj të jetë në dobi të mirës dhe e mira të jetë sa më reale, sa më e prekshme për çdo qytetar, që edhe gjeneratët e ardhshme faktikisht ta kenë, sepse fundi shoqënitë e qëndrueshme ashtu karakterizohen si ndryshimet klimatike. Pra nëse ne kemi trashëguar do vlerat mira nga e kaluara, edhe ne duhet të bëjmë vlerat mira të aleme edhe të tjerëve. Për ndryshe, civilizimet ose gjeneratat e asaj faze mund të quhen si gjeneratat dështume, nëse nuk e sigurojnë këtë. Atëherë unë ju faleminderit shumë. Ishte një bisedë jashtëzakonisht shumë produktive, sinqerisht unë e mora shumë për zemër dhe gjithçka e futa ashtu në kokë që ta kem sa më të qartë, shumë i rrethat në mënyrë sa më praktike. Ne i treguat që të gjitha, shpresojmë që edhe ne diçka t'i lemi ardhmërisë të mirë, të bukur dhe me vlerë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit ju për mundësinë që ma dhatë sot, sepse është me siguri kjo temë do të vazhdojë, sepse ka edhe ekspert të fusha ndryshme që në teknike edhe mund ta shtjellojnë edhe më mirë, por si fillim besoj që mjafton ta debatet shkojnë në një drejtim të mbarë. Nga dikun duhet të fillojë. Dëshiroj suksese. Ju faleminderit.